U rikthyem përsëri mbas edicionit të shkurtër të lajmeve, fleshit të lajmeve të orës 10:05, jemi në studio me të ftuarit e ditës sotme, siç ju paremrova para fleshit, do të kisha të ftuarit, siç e kemi edhe rutinë tashmë. Do të flasim për mosimdhënien në fakultete, do të flasim me dy studentë që janë afër meje, është Fetia Qaili dhe Behar Osmani, janë studentë të gazetarisë të vitit të tretë. Përshëndetje, faleminderit që pranuat dhe që jeni pjesë e emisionit tonë 9:05. Përshëndetje, faleminderit. Do të flasim për mosimdhënien, me që ju jeni më afër mosimdhënies, jeni më në kontakt me mosimdhënien, me që jeni edhe student, me që jeni edhe gati për çdo ditë në shkollë dhe e shihni më afër të problematik ose më saktë këtë, si ta themi, këtë gjithë të gjillurdi që flitet to kohët e fundit që mosimdhënia në fakultetet e Maqedonisë nuk është ajo që duhet apo jo. Tani mund të flisni ju më mirë për të, sepse jeni më të injektuar. Po, patjetër. Në kohën e fundit, veçanërisht në, mund të themi këtë dekadën e fundit, është qetërsuar koncepti i mosimdhënies ndaj studentit ose ndaj nxënësve. Për arsye se edhe studentët, por edhe profesorët nuk janë të përkushtuar në atë që e kanë për detyrim, që e kanë marrë si barë mbi vete. Arsyeja është se mosimdhënësit nuk i kushtojnë shumë rëndësi, vetëm mund ta themi vetëm si ta përmbushin atë misionin, ta kryejnë atë detyrën që e kanë përcaktuar shpejt e shpejt, po pa mos ju përkushtuar në thelb asaj, pa mos ja dhënë përkushtimin e duhur të gjitha ato që i nevojiten si studentit, po ashtu edhe profesorit. Edhe është problematike kjo në për fakultetet, për arsye se ne çdo ditë përballemi me këtë fenomen dhe shohim se ajo ne çfarë kemi nevojë prej profesorëve nuk e marrim, nuk na japin gjithat nevojë dhe gjithat të përvojë që e kanë ata nuk e reflektojnë tek ne, nuk na japin gjitha gjërat e duhura. Me pak fjalë nuk jeni të kënaqur apo jo? Absolutisht as pak nuk jemi të kënaqur, se profesori është pasqyrë e studentit dhe ne në të ardhmen do të ndjekim shembullin e atyre dhe ato duhet të na japin një shembull të mirë që ne të gjeneratat e ardhshme të jemi më të shëndosha, më vizionare dhe të kemi një potencial, një bagazh më të fortë, më të mirë. Behar, mund të kyçesh edhe ti në këto momente pikërisht në këtë temë? Mendoj që përgjigje definitive nuk ka për këtë çështje, duke u bazuar në atë që profesorët japin, disa japin maksimumin, por jo të gjithë, dhe mendoj që problemi kryesor është tek studentët. Studentët kanë mangësi në gjuhën shqipe, nuk arrin dot të shpjegojnë atë që e thonë dhe nuk arrin dot të shprehen bukur, bëjnë gabime gramatikore. Pastaj, dhe duke parë që studentët nuk arrin dot të bëjnë gjithë këtë, dhe kjo tregon se sa mësohet në universitetet tona. Pastaj, ne de facto kemi një analfabetizëm funksional nëpër universitetet tona, dhe kjo vërehet në gjithë universitetet parashkollore, sigur edhe ato në universitetet më të larta. Okej, tani me këta nxënës se ne në njëra anë po nxjerrim fajtor profesorët, nga ana tjetër po nxjerrim fajtor studentët ose nxënësit të studentët, ti kapim në ndonjë mënyrash. Po a punohet me këta studentë që ti kapim këto mangësi siç duhet dhe ti ushtrojmë këta studentë, me që ne po flasim që kemi një analfabetizëm funksional. A punohet rreth kësaj çështje? Edhe vetë studentët të bëjnë një organizim ose të kenë një kryesi studentës, të kenë një mbledhje studentës dhe pse jo, vetë studentët japin një dorë këtyre studentëve që janë më pak të dhënë pas mësimit. A jeni munduar ndonjëherë ose a keni menduar ndonjëherë të bëni një gjë të tillë? Ne vazhdimisht, ne si student veçanërisht, ne vazhdimisht jemi në përpjekje për të bërë ndryshime, por
siç me një pakicë është vështirë ta përballosh shumicën. Për arsye se ti merr iniciativën, por përkrahje nga ana e shumicës nuk e ke. Dhe faktikisht ti je destinuar të dështosh në përpjekjen për të bërë ndryshime, që këto fenomene mos të ndodhin në shoqëri, që shoqëria ose studentët, nxënësit të jenë më të kyçur, të jenë më të vetëdijshëm për kërkesat e tyre, mos të marrin çështjen e shkollës ose çfarëdo qoftë çështje në jetë, vetëm me një këndvështrim ose vetëm ajo çfarë është pjesa më e lehtë. Për arsye se shumica qoftë e studentëve, qoftë e nxënësve, fenomenin e shkollës ose fenomenin e dijes e kanë marrë vetëm si çështje ose studenti sa për të mos ngel pa një diplom, vetëm ta ketë si një dokument për çdo rast për të ardhur me ju që ndoshta do t'i shërbeje, po ashtu edhe studentët e shkollave të mesme ose fillore, edhe tani që është bërë me këtë që është bërë shkolla e mesme obligative, kjo është dështimi më i madh që mund t'i ndodh arsimit, për arsye se jo çdo kusht ka aftësi dhe është i duhur për të qenë në shkollë, ose secili njeri ka kapacitetet e veçanta. Nuk do të thotë se çdo student patjetër duhet të shkojë në gjimnazet e përgjithshme ose të jetë patjetër në shkollë të mesme. Kemi Kapim po të ndërpres në këtë moment, kapim të versionin tjetër të situatës, nëse një nxënës ne s'do e çonim me hir ose me pa hir, siç thuhet në gjuhën e popullit në shkollë të mesme, siç është bërë obligative, ka edhe të mira dhe të këqija të saj, se nuk duhet të çohim për herë anën e errët, a kupton? Nëse do e linim atë rrugëve, atëherë do merrte rrugë të këqija me pak fjalë. Por duke futur në shkollë mbase presupozohet që i vin mend me pak fjalë një personi që nuk është adekuat për shkollë, apo jo. Duhet të shohim dhe gjërat e mira dhe të këqija të situatës, por herë nuk duhet të kapemi vetëm për shembull me profesorët ose me sistemin ose me gjërat e tjera. Ndonjëherë duhet ta kthejmë atë versionin edhe nga vetja, nga vetja. Patjetër se edhe unë siç e ceka se secili duhet ta gjejë veten atë ku është më i pjekur, më adekuat, se mungon tek ne vetëdijsimi si nga ana prindërore, si nga ana e mësimdhënësve për ta orientuar studentin se në çfarë drejtimi ose në çfarë kohje do të marrë në jetë në të ardhmen. Mendoj që faji ngelet përsëri jetim, mirë po nuk është faj vetëm nga njëra anë dhe jo nga ana tjetër. Duke parë që përkushtimi i pedagogëve nuk është maksimal, duke parë që nuk ekziston e vullneti i duhur, nuk ka vullnet të mirë, pastaj kemi edhe mësimdhënie jo profesionale, jo të përkushtuar ndaj studentëve, dhe kjo bën që studentët të ndjehen më shumë inferior ndaj ligjëratave të profesorëve. Dhe kjo bën që të gjithë ato studentë në ligjërata janë jo të koncentruar dhe nuk kanë ambicie për të ndëgjuar ato ligjërata. Dhe kjo është problem madhor që duhet diskutuar dhe debatuar më shumë në trojet tona. Po cilat janë ato arsye sipas jush që sa vjen kemi më pak nxënës të mirë nëpër fakultete? Nuk kemi ato nxënësit që më përpara ishin vizionar dhe sot mund t'i kemi edhe në nivelet larta. Po arsye ka pafund, mund të themi, por arsyeja ajo që mund të themi më bindese, që qëndron në kry, më kryesorja është se tani studentët zhvillimi teknologjik ka dhe shumë anë pozitive, po ka edhe anë negative. Tani kjo... E ka dobësuar sipas mendimit tuaj teknologjia arsimin përgjithësi? Mendoj se e ka dobësuar, për arsye se nxënësit ose pa marrë parasysh në përgjithësi shoqëria e ka kap konceptin më negativ të teknologjisë. Gjërat më negative i ka kapur të teknologjisë, duke anashkaluar dobi që na i sjell teknologjia, të mirat që na i sjell, për arsye se tani shoqëria më lehtë ose do të jetë më i kënaqur nëse e kalon kohën themi kot
në për rrjetet sociale, si sa të merret me një punë më të dobishme, me leximin e ndonjë libre, me ndonjë botim shkencor ose gjëra tilla që janë, domethënë, më me vlerë se sa siç është rasti i rrjeteve sociale që nuk kanë ndonjë dobi shumë të madhe për neve, sidomos këto rrjetet sociale, Facebook, këto që nuk kemi shumë përfitime nga ata. Varet se si e përdorëm. Varet se si përdorëm. Me teknologjinë mendoj që arsimimi është bërë më i lehtë. Them në sensin që është bërë studimet janë bërë më të kapshme, pastaj teknologjia apo neve na jep më shumë mundësi për të studiuar më mirë. Mirë po, tani studentët po adaptohen edhe me teknologjinë për që të studiojnë apo që të mësojnë në mënyrë elektronike. Jo është bërë më e lehtë, janë gradualisht po i largohen atij mësimi klasik, të themi, klasik të vjetër. Dhe mirë po them që jo çdo herë teknologjia mendoj që edhe e ka forcuar arsimin, mirë po bind që mund të them që edhe e ka dëmtuar. Them vetë për faktin që plagiaturat të ndryshme po zhvillohen dhe kjo nuk ishte shumë më herët, por tani ka filluar të funksionon edhe më shumë. Kemi tani si punimet seminarike që bëhen nëpër universitete shumë, kemi shkrima akademike dhe deri në simpoziume që bëhen kopjime madhore, por mirë po tash edhe në provime bëhet edhe kjo po zhvillohet në mënyrë graduale shumë më shpejt se sa ishte më herët. Do flasim pikërisht për to punime seminarike. Ju kohët e fundit besoj se e keni vënë re që po t'japësh një punim seminarik edhe mundesh të marrësh një notë kaluese apo jo. Një punim seminarik mund ta zbrezësh shumë thjesht në interneti ose mund të marrësh informacion, mund ta printosh edhe mbaroj. Çfarë do bie ka ky punim seminarik? E keni pyetur ndonjëherë profesorë për shembull ose dikë punimi seminarik është i dobishëm për studentin. Them për faktin që punimi seminarik duhesh ta punosh vetë, duhesh të inkuadrohesh në të involvohesh në të dhe të ndihesh krenar me të. Mirë po tani studentët janë më përtac, më dembel dhe them me shumë bindshëm që janë më të dobët. Dhe parat përkushtohen më shumë duke marrë prej në internet, duke i marrur ato gjëra që i nevojiten për punimet seminarike dhe kjo bën që studenti të ndihet më përtac. Dhe kjo bën, pra këtu është problemi kryesor është teknologjia. Teknologjia e ka mundësuar këtë gjë dhe po përfiton bindshëm hapa të rëndësishëm në jetën tonë studentore. A ju mundsojnë në ju si student gazetaris, a ju mundsojnë të bëni praktik diku dhe a e shifni çfarë është dallimi për shembull nga praktika kur shkoni vetë atje dhe nga ajo teoria që ju mësoni në fakultet? Bindshëm ka dallim. Praktika dhe teoria që e mësojmë nëpër fakultete. Mirë po, duhet të marrim vetë iniciativë që të shkojmë të praktikojmë, sepse deri tani profesorët nuk janë inkuadruar për ne. Dhe kjo ndihmon dikush? Nuk kemi përkrahje, domethënë nga ana e fakultetit sa i përket anës praktike, duhet të marrim iniciativë vet, por problemi është se kur merr iniciativë vet, kur të shkojsh të mbash pa marrë parasysh në televizion apo kudo qoftë, është problem se nuk të kapin me seriozitetin sa duhet televizioni ose gazetarët e asaj redaksie. Por fatkeqësisht nga ana e profesorëve nuk kemi asnjë përkrahje, asnjë iniciativë për arsye se ajo çfarë mësohet teoria me praktikën është një dallim i madh. A mendoni se po të jesh një nxënëse e shkëlqyer ose studente e shkëlqyer mund të jesh edhe një gazetare e mirë ose nuk e di në kuadër televizionit mund dalësh diçka e mirë nesër pas nesër? A ka pas raste që ju keni njohur ose keni ditur që ka qenë shumë i mirë në fakultet, por nuk ja ka arritur që të bëj diçka në jetën reale, flas në atë televizive? Mundet edhe dështoje në aspektin gazetaresk po flas, mund të dështoj për arsye se gjërat që i mësojmë në fakultet me pjesën që na duhet në praktik, në punë, është një kahje, janë kahje krejt të ndryshme. Për arsye se mund të themi se gazetaria është, veçanërisht gazetaria flas, është më tepër zanat se sa profesion. Në qoftë se je aft nëse për të kapur, për të vjedh
kushtimisht themi këtë zanat, atëherë do t'jesh e suksesshme, edhe pjesën teorike, po edhe në praktikë. Duke parë që në shkollimin para-universitar kemi shumë testime me shkrim dhe jo me gojë, dhe kjo është një problem. Studentët apo nxënësit në shkollimet para-universitare nuk kanë hapësirë të komunikojnë me pedagog, qoftë në debate publike, qoftë në intervista me gazetar, dhe kjo bën që studentët të kenë frikë. Dhe pastaj kjo ndikon bindshëm në krijimin e shkollimit tënd më tutje. Pastaj arsye tjetër është që studentët e kanë krijuar vetvete një mediokritet në veten e tyre. Them ky është një sistem, mendoj, një sistem i ri që është formuar shumë kohë më parë, mirë po tani po zhvillohet shumë. Dhe kjo është për vetë faktin që studentët janë shumë të aftë, mirë po për shkaqe financiare vetëm mjaftohen me pak, edhe pse aftësia e tyre, inteligjenca e tyre, kapaciteti i tyre e thot plotësisht të kundërtën. Pastaj kemi edhe është arsye tjetër edhe se si studentët e ndërtojnë jetën e tyre, qoftë ajo studentore, familjare apo shoqërore, mbi bazën e perceptimeve të fjalëve të tjerëve, mirë po asnjëherë mbi njohjet e tyre personale. Dhe kjo është një problem madhor. Dhe kjo i bën studentët më përtac, kjo i bën studentët që të inkuadrohen me personazhe të tjera, pra jo të jenë vetvetja, dhe kjo është një problem. Sa angazhoheni ju si student? A lexoni literaturë jashtë mësimit? A keni një bibliotekë ku mund të merrni një libër ose një shembull për të vazhduar atë? Jam shumë admirues ndaj literaturës, qoftë ajo shqiptare apo e huaj. Dhe zhanret janë të ndryshme, ajo është e dishme, mirë po tani momentalisht kam përfunduar një libër që është shumë interesant, është Ismail Kadare, Mëngjeset në Kafe Rostant, është një libër fantastik. Pastaj dhe tani kam filluar të lexoj një autor amerikan, Dale Carnegie, si të mposhtim shqetësimet dhe të fillojmë të jetojmë. Është një libër psikologjik, shumë libër i mirë, i bazuar mbi përvojat e jetës dhe historisë, dhe shpresoj ta lexojnë të tjerë, ua sugjeroj të gjithëve. Edhe unë, po si kolegu si tha, përveç domethënë në literaturës që e kemi nëpër universitet, të pjesës fakultetit, mund të themi një mini bibliotekë në shtëpi kam, dhe gjatë kohës së lirë por edhe kur rrugës për fakultet, kur shkoj, lexoj një pjesë të literaturës që unë e preferoj ta lexoj. Ajo pjesa e fundit ose libri i fundit që kam përfunduar ka qenë Lëkundjet që solli shekulli e Fethullah Gülen. Është edhe tani kam filluar njëkohësisht 2 libra jam duke i lexuar. Nuk përbën problem kur lexon 2 libra njëkohësisht? Jo. Mendoj është sigur serialit që i shohim, nuk na bën as pak problem që ti shikojmë. Mos ja frustroj mendimet. Jo, absolutisht. Ajo është shumë ndikon në vetvete, në krijimin e diapazonit të diturisë, në përhapjen e saj. Dhe mendoj se është shumë mirë. Inshallah ju shoh për herë të zoni dhe Faleminderit. Ju shoh për herë tesni përpara dhe jeni në vit 3 edhe pak mbaroni fakultetin dhe ju shoh në një punë të mirë se kur mbarojmë fakultetin që të gjithë mendojmë me njëherë ku do shkojmë, çfarë do bëjmë tani. Po jemi në Ballkan dhe inshallah keni edhe një lidhje kështu që ti buzë me ne. Është vështirë çash vet. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Nën Papes, folëm për shumë gjëra, shpresoj t'ju kem përsëri pse jo të flasim për tema të ndryshme, ishte kënaqësi edhe një herë. Faleminderit. Ishim pra me 2 studentë, me Behar Osmanin dhe Fethiye Çailin, student gazetarisë, folëm për mësimdhënien në fakultetet dhe për shumë tema të tjera. Ne do të shkëputemi për pak së bashku me një hapësirë të vogël dhe do të jemi përsëri në studio.